e ndjeshme psikologjikisht për shumë njerëz? Sepse vetë mendja bazohet gjithmonë në objektiva, do më thonë materje. Edhe unë mendoj që njerëzit në këtë kohë sidomos janë jashtëzakonisht shumë të fokusuar në botën e jashtme. Në vend që të ndodh e kundërta. Në fakt, këto festa bojnë më shumë thirrje që të kthehemi, ta kthejmë fokusin brenda vetes. Ka vetja jonë. Po, sepse një vit, do më thonë, ne kemi vepruar, kemi qenë vepra mënyrat ndryshme, do më thonë, ne duhet më dhonë shumë në jetën, apo? Edhe vjen kjo fundi i vitit, në fakt, këto festat, shembull, unë personalisht, festat i shoh diçka shumë të bukur, e shoh një thirrje shpirtërore me një farë mënyre që të thret kthehu tani nga vetja jote. Sepse kur kthehemi nga vetja jonë, për shembull ndriçimet, gjitha ato dritat, gjitha ato zbukurimet që bëhen, domethënë qyteteve, secila e ka simbolin e vet edhe ka domethënien e vet. Ndriçimi për shembull, simboli i saj është që kur ne njerëzit punojmë me veten tonë, kur ne i kthejmë fokusin brenda vetes tonë, ne rritemi, ne rritim energjinë brenda vetes tonë dhe në këtë mënyrë ne ndriçojmë dhe jemi të gatshëm me dhënë dashuri dhe me ndriçu për të tjerë. Kjo simbolizon drita. Pastaj babadimri simbolizon vetdijen, pjesën e vetdijshme. Ogjaku për shembull simbolizon ngrohtësi ndoshta, çakrën rrënjë, prehrin, sepse këtu aktivizohet energjia. Domethënë babadimri që futet në ogjak rrjedh poshtë, kjo simbolizon vetdia, me vetdije ne rrisim energjinë. Këtu ndodh shërimi. Pastaj bredhi simbolizon korrizin, boshin korrizor të njerëzit, sepse për atë është e zgjedhur edhe pisha, sepse i ngjan boshit korrizor, kockave të njerëzit. Sa sharrime të bukura. Dhe gjendra pineale është simbolizon, kjo shifet edhe shumë në për këto simbolike që janë kishat, apo shtëpitë qeverive, për shembull Washingtoni ka parahymje si ka këto dy boqa, ju thojmë në shqipëzi vërtet si ju thojnë, simbolizon gjendrën pineale. Gjendra pineale është lidhja me çakrën kuror. Kur hapet kjo, kur aktivizohet kjo, ne jemi të lidhur me shumë në Zotin. Dhe kjo domethënë është një thirrje jashtëzakonisht e bukur dhe jashtëzakonisht e fuqishme, por thjesht mungon vetdia edhe informacione normal, sepse sa jemi të informuar dhe sa jemi të vetdijshëm. Dhe kjo thirrje është pra e festave, që për mua është jashtëzakonisht e bukur edhe e festoj me shumë kënaqësi. Do thotë fund viti reflekton më shumë gëzim, edhe pse ndoshta nganjëherë edhe presion emocional tek individët. Po pra, kjo është prapë